Një tjetër teren sportiv në Vlorë mund të konsiderohet tashmë jashtë funksionit, i ndërtuar disa vite më parë për banorët e zonës së Kumes, sot është totalisht i shkatruar. Prej terenit të vjetër sportiv kanë mbetur vetëm 2 porta, nëse mund të qenë të tilla prej hekurit, të cilat mund të përdoren për të luajtur futboll dhe asgjë tjetër. Në Vlorë është e vështirë që të gjesh një teren sportiv, por edhe kur këta të fundit ndërtohen, janë pikërisht banorët e zonës, ata të cilët duhet i gëzojnë dhe duhet i vendosin në funksion, që i shkatërojnë duke bërë që këto terene sportive të dalin jashtë funksionit. Një situatë e njëjtë edhe në zonën e Kumes, pjesë e lagjes së 1 Maj, ku një prej tereneve sportive në këtë zonë ka dalë tashmë totalisht jashtë funksionit. Në terenin sportiv që fondishin në pamje në kohën kur ai u ndërtua, ishin vendosur aty lisharse, paralele një rrjet për volejboll, gjithashtu dhe një kosh basketbolli. Brenda pak vitesh të gjitha janë shkatruar, ku prej tyre nuk ka mbetur pothuajse asgjë. Ndërkohë në qytetin bregdetar të vetme terene sportive që janë disi brenda standardeve të kërkuara, janë 2 fushat e sportit në lungomare, aty ku ka shumicë të banorëve të zonës, fëmijë të vegjël që mund të luajnë, terene sportive ose janë shkatruar ose mungojnë fare. Krahas papërgjegjshmërisë qytetarit që i shkatron, mungojnë edhe projekte për rehabilitimin e fushave të sportit apo ndërtimin e tereneve të reja.